para se me hy në analizën konkrete të provave kundër Rustem Rukollit, me lejen e juaj dua të vendosi shkurt këtë çështje në një kontekst me të gjatë, në kontekstin në cilin realisht është zhvillu komplet kjo procedurë gjyqësore. Mbrojtja beson se kjo procedurë penale ka një dimenzion që shkon përtej Rustem Rukollit, përtej Samil Ushtakut si komandant i zonës më të rëndësishme, zonës Drenicës, gjatë luftës, dhe vetë akuzave që janë objekt i këtij procesi. Akuzat ndaj komandantëve të UÇK-s kanë peshë që shkon përtej fatit juridik të tyre individualisht. Sa më shumë komandantë UÇK-s hetohen, akuzohen dhe dënohen, aq më shumë forcohet narrativa sërbe se UÇK-ja ka qenë strukturë kriminale. Ka mundur në ndërprer patjetër. Unë që i thashë edhe avukatët tanë edhe Samis nuk jam kërkan me pengu kjo argumentore, edhe se kam kufizuar para praktikisht në kohë, andaj se cili mundeni apo çka keni me thonë. Mirë po, jam i obliguar edhe ligjërisht ju bon thirrje që më kufizu mrena objektit të akuzës edhe çështjes që gjykoj. Kështu që e kuptoj ato çka i thonë, mirë po. Jo se e mu kthy mrena objektit. Jo, zoti Gjyqtar, tash më lejoni më t'tregu pse po e bën këtë. Një minutë, pak mirë, no? Komisi se kam problem pak me fëtis. Do Josha. Po jashtë minutë. A dën 3 minuta pauzë? Jo, 1 minutë, sot shpejt pas. Hajde, ishna do të më të prit, leve, se nuk mund të vazhdu pa ty. Të dhënë në sëmitet mundësia. Mirë, gjykata merr atë vendim. 5 minuta pauzë. Ta falë. Okej. Po. Shpenzojmë edhe si pauzë. Nderuar kryetar, do t'i përmbajmë këtë akuzës dhe provave, por me mirësjellje kërkoj të ma lejon një kontekst shkurtër, apo shkruan, s'po flas shpejt? A do të shkruaj pjesa? Po, a kisha shkruaj. E kontorëzoj këtë pjesë. Jo, pjesa me shkrim është e natyrës juridike teknike, nuk ka, kjo është jashtë pjesës, nuk përsëritet ato çka kam thonë. Aty është një analizë profesionale e provave. Kjo është me lejoni një kontekst të shkurtër, sepse ai lidhet me origjinën dhe mënyrën se si është zhvilluar kjo procedurë. Në këtë hetim, kam qenë edhe unë vetë objekti hetimit. Ndërsa Rustem Rukolli ishte koordinator i ekipit të mbrojtës në procesin Drenica 1, ku unë isha mbrojtës i Samil Ushtakut. Bindja jame është që për me më pengu mu në mbrojtje Samil Ushtakut, në rastin ku ajo është liru si i papajshëm, pasi që dënu 12 vjetë, më kam fut edhe mund hetim, e kam fut edhe koordinatorin mbrojtjes. Ky, pra nuk është as digresion historik, as politik. I spjegon rrethanat procedurale në të cilat kanë lindur hetimet, rolin e Rustem Rukollit dhe natyrën e kontakteve që prokuroria interpreton si pjesë të veprimtarisë kriminale. Neni 350 i kodit, mu si mbrojtës, ma lejon që në fjalën përfunditare ti referohem edhe procedurës. Pra, nuk po kërkoj që gjykata të vendos as për Hagën, as për Dick Martin. Nuk po kërkoj gjykata të vendos as për Hagën, as për Dick Martin, as për Task Force-ën SITF e as për Eulexin. As për Dick Martin, as për Hagën, as për Task Force-ën SITF e as për Eulexin. SITF e as për Eulexin. Ju vendimet jam i vetëdijshëm se i merrni vetëm mbi akt akuzën dhe provat kundër Rukollit. Por konteksti procedural, sipas me si mbrojtës, është relevant për vlerësimin e këtyre provave. Nëse ma lejoni shkurt, në rregull, pastaj kaloj në analizën e provave. Këtë
pjesë për procedurë verbal, a? Po. Vazhdo. Shkurtimisht. Tash. Sa më shumë komandantë UÇK-s hetohen, kjo zbeh legjitimiteten e luftës dhe prek edhe mbi themelët në cilën është ndërtuar shtetësia e Kosovës. Kjo narrativ i ka shërbyer Serbisë dhe Rusisë. Dhe prekën mbi themelët, mbi të cilët është ndërtuar shtetësia e Kosovës, dhe që i ka shërbyer si narrativ Serbisë dhe Rusisë. Një shembull konkret është Rusi Konstantin Kosaçev. Ai ka qenë përfaqësues Konstantin Kosaçev. Ai ka qenë përfaqësues i Federatës Ruse në asamblen. Po, kërkoj falje. Ai ka qenë përfaqësues në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës. Me 15 prill 2008 Kosaçev e paraqiti mocionin për hapithojzat, trajtimit shnjërzor të njerëzve dhe trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë. Për shkurtoj. Kjo pastaj e determinoi caktimin e Dikmartit si raportues dhe në fund u krijua struktura që ne kolokvialisht e quajmë gjykata e Hagës. Këto lloj akuza monstruoze ishin baza kryesore për krimin e kësaj gjykatës. Pasi që u krijua kjo gjykatë, akuza bazë për cilën u kriju kjo gjykatë nuk u përfshin në këtë akuzë ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve. Pra, u krijua mandati dhe personeli task forces së ITF, e cila vazhdoi të cilat kaluan në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë, e cila është pjesë e asaj që prapë përsëris e quajmë kolokvialisht gjykata e Hagës. Ka pas pra, kemi një vazhdimsi të gjykatës Hagës, të pretendimeve që filluan prej Rusit Kosaçev, dhe kjo vazhdimsi ka pasuar edhe në personelin hetues. Hetues të këtyre strukturave kam punuar edhe në EULEX. Rast konkret e kemi, që ka qenë dhe në media, hetuesja Zdenka Pumper. Ajo ka punuar 5 vjet në Kosovë dhe në vitin 2016 ju bashkua zyrës së prokurorit të specializuar. Veç edhe një fjali edhe po dalë prova, kërkoj falje shumë. Në krye të asaj prokurorie, për 4 vite ka qenë kryeprokurori Jack Smith. Djerë i njëjti kryeprokuror, ndaj njëjtit është bërë kallëzim penal në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, nga Jim Jordan, kryetar i Komisionit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Nga kryetari i Dhomës? Komisioni Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, që është pjesë e Kongresit, të Shteteve të Bashkuara, me pretendimin se me vedije ka dhënë deklarata të reme para Kongresit. Me pretendimin se me vedije ka dhënë deklarata të reme para Kongresit. Kjo është çështja e tyre, unë veç po du me vu pa kredibilitetin e gjithë kësaj strukture. Në këtë klim, zhvilloheshin paralelisht me hetimet në Hagë edhe hetimet në Kosovë. Në këtë klim, o i zhvillu edhe hetimet në Drenica ne. Në atë kohë, për shkak se unë e kom qenë vetë, në likur teme e kom provu, ka qenë një sulm, për e thamë tash, për shkruaj kështu në njërë
ilustrative, një sulm frontal ndaj gjithë komandantëve kryesor të UÇK-s. Në mesin e gjykatës Hagës dhe zyrës e prokurorit të specializuar, po edhe në mesin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në Hagë, ka shumë gjyqtar e prokuror profesionista. Dhe unë kam respekt maksimal për ta. Por, unë besoj që ka pas edhe njerëz të tjerë të cilët kam pas prapavi dhe misione tjera, e që kanë ndiku në krimin e imazhit keq ndaj komandantëve të UÇK-s për me dëmtu shtetësinë e Kosovës. Po. Pjesën tjetër e elaborojmë. Tash për elaboroj. Faleminderit shumë. Çka ka provuar prokuroria se ka bërë konkretisht Rustem Rukolli? Për Rustem Rukollin, ajo që ka rëndësi është se cilat veprime konkrete pretendon se prokuroria se i ka kryer, ai dhe me cilat prova i mbështet këto pretendime. Në raport me Nazim Alokun, i cili ka qenë dëshmitar i mbrojtur, prokuroria pretendon se së bashku me persona të tjerë, gjatë periudhës nga qershori 2013 deri 2015, Rukolli ka ndërmarrë veprime që synonin ndryshimin e deklaratës së tij në këmbim të punësimit, parave, një banese dhe trajtimit mjekësor të bashkëshortës. Prandaj për Rustem Rukollin duhet të marrim përgjigje 4 pyetje. A e ka kërcënuar Nazimin Alokun? Jo. A i ka dhënë ose ofruar pare që të ndryshoj dëshmin? Jo. A i ka kërkuar të dëshmoj rreshëm? Jo. A është marrë vesh me persona tjerë për t'i kryer këto veprime? Jo. Ky proces ka zgjatë me vitet tana. Dhe ku është prova konkrete e veprimit kriminal? Gjykatë e nderuar. Për 10 vjet Rustem Rukolli është stigmatizuar. I ka penguar në familje, i ka kushtu me shëndet, i ka kushtu me biznes. Ndjenjen që ka pas Rustemi, për një periudhë shkurtë kom pas edhe unë, edhe unë kom qenë hetim për njëjtën rast, pa pikë faj. Besoni që Rustemi është buri fort dhe për çështje kombëtare bën edhe më shumë, po kur je në këtë formë i dyshum e akuzum pa asnjë provë, me të vërtet nuk ka shkret një. Gjatë gjithë kësaj kohë, Rustemi ka jetu në presion në kësaj akuze. Edhe në fund, çka ka provu prokuroria? Asgjë. Madje, unë besoj që sot prokuroria ka pas mundësi me përmirësu këtë gabim. Ka mujtë me u tërheq. Se po shifet qartazi që në raport me Rukollin ka me vetëm një dëshmitarit që nuk është me thonë nuk është po tentoj me gjetë fjalën adekuate që mos më prek askusht. Edhe pse na ka kushtu deklarimi i tij jo stabil me shumë dhimbje. Edhe mua dhe Rukollit, sidoqoftë po përmbana me folën një fjalë. Edhe çka bën prokuroria? Ja lën patatën e nxjerr gjykatës. Nuk ka guzim profesional mu tërhek. Po dash sot mu tërhek prokuroria. Pse e cek prokuroria në fillim këtë akt akuz e ka ngrit kolegët e Mica Oleksi? Çka është me rëndësi kush e ka tërhek? Kjo është se prokuroria po don tash mu distancu për i gabimeve eventuale që kanë bërë prokurorët më herët. Prokurorët e Oleksit. Nuk ka pas nevojë hiç prokuroria sot me cek kush e ka ngrit akt akuzën. Krejt çka ka pas nevojë është sot veç më tërheq. Pjesë prokuroria qëndron, do të qëndrosh çështje tjetër. Mirë, unë po them mendimin tam. Po do mos insistojmë shumë në atë pjesë, por është diçka ligjore. Qëndron prokuroria pse e vlerëson në qendrim. Gjykata vlerëson më sani. Po. 10 vjet jetës Rustem Rukollit nuk mundet me aktue askush. Por ato që ka mund të bëj sot, gjykata mund të përmirësoj këtë dosive ta liroj nga gjitha akuzat. Faleminderit. Faleminderit shumë.
Në vitin 2013, Euleksi ngriti aktakuzën ndaj të ashoquajtrit grupi i Drenisës, ndërta edhe ndaj Samir Lushtrakut. Duke i njohur rrethonat të zhvillimit të luftës dhe i bindur në përfaqësinë e tij, vendosa t'i bashkohesha ekipit mbrojtës në cilësinë e koordinatorit të mbrojtjes për generalin Samir Lushtrakun. Vendosa t'i bashkohesha ekipit mbrojtës si koordinator i mbrojtjes. T'i bashkohesha ekipit mbrojtës në cilësinë e koordinatorit të ekipit mbrojtës për generalin Samir Lushtrakun. Me pëlqimin e kryprokurorit Jonathan Rattle dhe me atimin e trupit gjykues më mundsua ky angazhim. Pas afro 2 vitesh procedurë, shumica e dëshmitarëve veç ishin dëgjuar në gjykatë. Sipas bindjes time, prokurori Mauricio Salustro dhe ndihmësi i tij Mauricio Salustro dhe ndihmësi i tij Alberto Pasquero kishin përgatitur deklaratat e dëshmitarëve vetëm në gjuhën angleze dhe përshtatja e tyre ishte dhe ato ishin përshtatur sipas nevojës së akuzës. Ndërsa dëshmitarët ishin shtyrë të nënshkruan ato në atë formë. Megjithatë, gjatë shqyrtimit kryesor, shumë dëshmitarë dëshmuan ndryshe. Ndryshe nga ajo që ishte përfshirë në deklaratat e tyre të mëparshme. Të cilat prokuroria i kishte paraqitur si prova. Me kalimin e seancave u bë qartë se një numër i madh dëshmitarësh nuk po mbështesin versionin e paraqitur në aktakuzë. Në këto rrethona, prokuroria paraqiti teorinë se dëshmitarët ishin ndikuar dhe friksuar, duke pretenduar se për këtë arsye ata kishin ndryshuar edhe dëshmitë e tyre gjatë gjykimit. Mirë po kjo ndodhi për arsye se deklaratat ishin shkruar dhe përshtatur nga vetë prokurori Mauricio Salustro, duke u apërkthyer vetëm me gojë në gjuhën angleze, nga gjuhë angleze. Ndryshimi i deklaratave ishte motiv i Euleksit për ngritjen e aktakuzës për ndikim në dëshmitar. Vetë dëshmitari C, gjithsesi Nazmi Maluku, i cili vetë u tërhoq prej qenëve dëshmitari mbrojtur, edhe dëshmojnë në gjykatë para trupit gjykues, para të akuzuarve, por edhe vetë para publikut. Edhe dëshmojnë në gjykatë para të akuzuarve dhe publikut. Ai asnjëherë të vetëm gjatë gjithë procesit nuk përmend Samir Lushtrakun. Ktu shtrohet pyetja, cili është motivi i jonë për më merr me këtë dëshmitar. Kjo ngri një pyetje thelbësore, cili është motivi për më marrë me këtë dëshmitar kur ai nuk është marrë fare me Samir Lushtrakun. Unë kam qenë koordinator i ekipit mbrojtjes për Samir Lushtrakun, jo për të tjerë. Unë kam qenë koordinator i ekipit mbrojtjes për Samir Lushtrakun. Duke marrë parasysh gjitha këto rrethona, ky kisha lutë që unë në këtë rast shpallem pa fajsh. Sa përket aktakuzës, kjo aktakuzë është e ngritën. Veç më së ngut se kena me shënu, kësoj aktakuzë. Kjo aktakuzë është e ngritur. Nga Oleksi. Më falë shërën me dishpak. Ti, zotëri, mes. Shkaj të organizu këtu. Leti mikrofonin, unë e udheqi këtu, alëshot mikrofonin, nëse e dëgjoj unë në rregull. Mos më ndërhyr punën e kërkuj këtu. S'mena gjeni ju me gjykatën. As kena orë këtu më bë filma. Mikrofonin. Unë për e dëgjoj në rregull është.
Vazhdo Shremet. Se për këtë akt akuzës, Po, këtë akt akuzë që po morë është e pa bazë, është e pa bazë. është ngritur nga Oleksi, Po, ku unë nuk e fajsoj prokurorin tonë, për këtë akt akuzë, se kjo ka morë akt akuzën në gatshme. Kjo këtu vetëm e lexon çka kanë shkruar ata. s'ka kanë shkruar. Unë këtë akt akuzë, e kum se edhe më herët, e ka ngrit një ndërkombëtar, i ndis, Ndërkombëtari i Indisë. në cilës beson Zot. E unë që më i besu atile? Kur mu këqyrë me mbyll, laj me milos zi, sot me i po buk. Pse me besu ati, në të këshirë me mbyll e me milon këmi pa bukë. Tjetër, e lusë prokurorën që se ka një fakt, që kom një fotografi me grupin Drenisën dikun, parë zamëza, vetëm një, që ka një telefonat me grupin Drenisën, që kom një një bised me Germen Fër, atëherë, i pëzgjina. Po nuk ka kur fakti, që kam nejtë në herë unë me Germen Fër. Ose që më ka shtyt dikush i grupi Drenisës me i dho pare Germes Fër. Po do të më thej këtë dikush për grupi Drenisës që ka shpore. Ose që më ka shty dikush. Ose që më ka shty dikush për grupi Drenica me i dhonë pare. Gërë me sfer. Po, ma si pas kam pare balë me dhonë në aty pare, se kësha që ati që për kësha mërë vetë krejtë. Sa ma shumë komën lazëm, se sa mi edhe sa i Germa Fër. Unë ato pare nuk e kësha që ati për kësha mërë vetë, se ma shumë kam unë nevojë. Se sa se cili do për tyre. Këtë pare balë dhe ati s'ka pas nevojë e, se ka morë balë. Mirë Shremet, dish vazhdo me ato që kemë thonë. Unë më. Edhe, kja ata akuzë dosht me vequ lënda ime. S'kom bej me grupin Drenisën Gorsh. Me këtë vequ lënda ime, pasi që nuk kam... Edhe u dosht me vequ herët, edhe prokuroria u dosht me jek dorë nga ata akuza, se së më akuzo mu kërkosh. Vetëm Germa Fër, e është i vdekur, që e deklarat ka me, është e rrejshme, edhe që të sanë në rast Germës në shkëm së me vojtë. Ndej Shremet, a ti diçka tjetër? Unë e kësha lutë pjuve si trëmgjëkus edhe prokurorin, që me hirë gjithë dorë nga të akuza, edhe të lirohen me papajshëm, edhe di që me papajshëm, gjithë këtë mundim që ku mbohë gjatë 11 vite, 12 vite, edhe ma tretime këtu, dojë me shuj përfundimi lodë që është pa përfunda. Unë e kam ankesat e mija, e kam smujës gjatë këtyne vite që i ku morë, edhe një 7-8 kontrola i ku më pas shpi, nuk ka dhe shpi që se kam thyne, për një deklarat, e tash, dhe me shuj përfundimi që është pa përfunda. Ndej Shremet. Andin.